Për të folur rreth zgjedhjes së kryepiskopit të ri të Shqipërisë, Imzot Joanit, unë kam të ftuar sot në studio Atë Vangjel Sotirin, prift në kishën e Mitropolisë së Shenjtë në Korçë. Atë Vangjel, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi të kemi në një ngjarje kaq të rëndësishme për kishën autoqefale të Shqipërisë. Imzot Joan Pelushi është zgjedhur kryepiskopi i ri i Shqipërisë. Ky është një moment vërtet historik. Mbas jetë ndërimit të forklumturisë të Imzot Anastasit dhe pas periudhës së zisë, sinodi i kishës, sipas statutit dhe sipas gjithë rregullave kanonore, zgjodhi kryepiskopin e ri, mitropolitin e Korçës, Imzot Joanin. Siç dhe ju e njihni, sepse ai këtu ka zhvilluar për 27 vjet aktivitetin e tij dhe njihet për kontributin e jashtëzakonshëm që ai ka dhënë për mirecjen e kishës ortodokse këtu në qytetin tonë dhe në gjithë dioqezën, në ringritjen e kishave, në harmoninë ndërfetare dhe në të gjitha çfarë ai ka ofruar në marrëdhënie me njerëzit, me institucionet vendore dhe me gjerë. Kuptoj. Duke u ndalur tek figura tashmë e kryepiskopit të ri, Imzot Joanit, ish mitropolitit të Korçës, mund të flasim pak për fillesat e ringritjes së kishës ortodokse në zonën tonë, pra në rajonin e Korçës, bëhet fjalë për pas viteve 90, në vitet e para të demokracisë. Sa i rëndësishëm ka qenë kontributi i mitropolitit Imzot Joanit? Në fillim të viteve 90, duke qenë se kisha ishte shkatërruar, jo vetëm kisha, por çdo komunitet fetar, ishte figura e forklumturisë, kryepiskopit Anastas, që mori përsipër ringritjen nga themelet kishës ortodokse. Në vitin 98, Imzot Joani zgjidhet si mitropolit i Korçës dhe për 27 vjet ai ka drejtuar këtë mitropoli, ku ka dorëzuar klerik, janë ndërtuar kisha të reja dhe një nga monumentet historike që po ndërtohet është dhe kisha e mitropolisë, që është një sipërmarrje e jashtëzakonshme dhe me të drejtë sot kryepiskopi i Shqipërisë Imzot Joani këmbguli për ngritjen e asaj kishe për të mbajtur ngjallë memorien historike të këtij qyteti. Dhe përveç kësaj është kisha e parë, një sipërmarrje kaq e madhe që po bëhet e gjitha me fonde të mbledhura nga vetë mitropolia. E kuptoj. Fakti që Imzot Joani ka qenë një nga bashkëpunëtorët e ngushtë të kryepiskopit të ndjer Anastas, sa e ka ndihmuar në zgjedhjen si idejnë për të mbajtur pozicionin e ri të kryepiskopit të ri të Shqipërisë? Imzot Joani ka qenë nga të parët që kanë qenë pranë forklumturisë të ndjer Imzot Anastasit dhe është një nga figurat më të rëndësishme peshkopale që ka kisha ortodokse, si që mund shikoni dhe në CV-n e tij, një personalitet i jashtëzakonshëm me kontribute jo vetëm lokale, po dhe ndërkombëtare, pjesëmarrës në aktivitete ndërfetare, ndërortodokse, ndër të krishtera, por ajo çfarë e zgjodhi sot kryepiskopin është vota e sinodit të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, që siç u pa dhe në njoftimin publik, ajo zgjodh me vota unanime si kryepiskopi i ri i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Qartë. Le të ndalemi pak tek liturgjia ujnore e sotme dhe zhvillimet që kanë ardhur pikërisht nga zgjedhja me vota unanime të sinodit. Sa i rëndësishëm ka qenë kjo ngjarje për komunitetin ortodoks të Shqipërisë? Por është e jashtëzakonshme, jo e rëndësishme, por është e jashtëzakonshme sepse tregon që kisha është e gjallë. Kisha ortodokse është një organizëm i gjallë që funksionon, që me atë çfarë forklumturia e tij, kryepiskopi Anastas bëri në këto 30 e kusur vjet që ai drejtoi kishën, do të thotë që ai ndërtoi një kishë vendore me klerik vendor, të cilët sot marrin dhe ata përgjegjësinë për të vazhduar më tej në frymën e kryepiskopit Anastas. Qartë. Sa e rëndësishme është për Korçën që mitropoliti i Korçës, Voskopojës dhe Egjeciu Glindjes tashmë është kryepiskopi i ri i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë? Për komunitetin ortodoks korçar po flas. Thjesht për t'ju ilustruar në momentin që po binin këmbanat këtu në qytet, po shikojnë shumë njerëz brenda në katedrale që po qanin. Dhe normale, sepse njerëzit
kishin një lidhje prej 27 vjetësh me Im Zot Joanin, por është diçka e mrekullueshme që ai sot është në fronin e kryepiskopit të gjithë Shqipërisë, por në kuptimin e ndarjes besoj që për besimtarët është lej një lloj dhimbjeje, sepse besimtarët ishin mësuar, e donin, ai donte me figurën e tij. Me figurën e tij, dhe ai donte. Dhe mendoj do lënë një lloj boshleku tek besimtarët, por ashtu siç thash pak më parë, që kisha është një organizëm i gjallë, kushdo që do të jetë nesër mitropoliti i Korçës, dhe ai do të jetë po njësoj i dashur dhe i respektuar nga besimtarët e kësaj dioqeze. E kuptoj. Advangeli, në qoftë se mbase është edhe pak herët për të folur, por si do të procedohet tani në vazhdim për zgjedhjen e mitropolitit të ri të Korçës? Do të ketë sërish mbledhje të sinodit të kishës autoqefale? Po, do ketë mbledhje të sinodit, dhe ajo do ka kohën e saj, që e gjitha është parashtruar shkruar në statutin e kishës ortodokse, dhe çdo gjë do të jetë publike momenti kur do mblidhet sinodi, do njoftohet kur do mblidhet për zgjedhjen e mitropolitit të ri, cili do jetë, por brenda gjithë procedurave. Deri në momentet e mbledhjes së sinodit dhe shpalljes së zyrtarisht të mitropolitit të Korçës, kush do ta kryejë këtë funksion? Do të jetë Im Zot Joani, kryepiskopi i ri i Shqipërisë? Nga sa dëgjuam në atë çfarë u publikua, kuptuam që për momentin Irësia u zgjosi kryepiskop, por ndoshta do të shikojmë diçka tjetër që mund të thotë kush do jetë mbikëqyrësi i fronit të mitropolisë Korçës. E kuptoj. Ishte vërtet kënaqësi, unë do doja ta mbyllja dhe me një mesazh për të gjithë besimtarët ortodoks nga ana tuaj për zgjedhjen e kryepiskopit të ri, fort lumturinë e tij Im Zot Joani. Në kësi rastesh, ndoshta dhe ju i dëgjuat ato çfarë paraqiten mediat, të gjithë urojnë i denj kryepiskop i ri. Dhe unë besoj që kryepiskopi i ri asnjëherë nuk do ta heqë Korçën nga qendra e vëmendjes së tij. Sepse ai me Korçën ka qenë lidhur dhe përpara se të ishte mitropoliti i Korçës, që në kohën kur ai në shethësi e shpagzuar në vitin 75, lidhjen që ka patur me qytetin, me ato grupet e shefta fetare që ekzistonin në qytetin e Korçës, dhe lidhja e tij me Korçën ka qenë gjithmonë e veçantë. Dhe nuk besoj se do shkëputet. E qartë. Të falenderoj shumë Advangel Sotiri për këtë bisedë të sotme, dhe duke uruar edhe fort lumturinë e tij Im Zot Joanin për pozicionin e kryepiskopit të ri të Shqipërisë. Mbyllim këtë bisedë sotme. Ju falenderoj dhe unë dhe përsëri them i denjë për kryepiskopin e ri. Faleminderit. Ishte kjo, ne përsollëm një moment të rëndësishëm të kishës autoqefale të Shqipërisë, kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, pikërisht zgjedhjen e kryepiskopit të ri të Tiranës, Durrësis dhe gjithë Shqipërisë. Im Zot Joan Pelushi nga sot mban pozicionin e kryepiskopit.